Ti e ndoj që dije si u përkujtua ky përvjetor, çfarë shënon kjo ngjarje në historinë politike të vend? Ti ke folur vazhdimisht këtu, e një nga afër këtë si ngjarje të gjitha, po duket si një tallje me njerëzit. Me të vrarët po e po, me ngjarjen po e po tani dhe me njerëzit, duket një ritual shumë i rëndomt, ku secili del mban një fjalim, merren ca lule, vendosen aty dhe kaq. Çfarë është kjo? Shumë skenografi. Nuk i Skenografi. A skenografia nuk ndryshon, thot pano. Nuk i heq shpresin asaj që po thoni ju, për shkrimi që bët ju, çdo vit përsëritet e njëjti ritual, të njëjtat fjalime, të njëjtat skenografi, të njëjtat premtime, të njëjtat çarje, ankesa e me radhë. Nuk thot, kishte e vetmja e re, po them e re në thosë, sepse nuk është e re e përvjetorit, por e ditës. Dje ishte 15 vjetori. Pra që bie si... Përvjetor? Po 15 vjetori një masakre në bulevardin Stalin. E pas bardhur akoma. 15 vjet, edhe 5 vjet. Janë shumë, jo 15 vjet. Dhe natyrisht që ka një specifik ky përvjetor, sepse shpresat e familjarëve, po edhe të publikut interesuar, që ka qenë gjithnjë interesuar në fakt për këto vrasje, sepse vrasjet e 20 janarit janë vrasje që godasin në zemër, më thënë, një gjë të madhe që ka të bëjë me protestës. Ky 15 vjetor përkon me vitin kur masakra po hetohet nga Spaku. Pra atje ishin drejtuar syt, mendja, shpresat, dhe janë drejtuar, vazhdojnë të jenë të drejtuar. Praktikisht, në 20 janari është regjistruar si vepër penale për hetim nga Spaku në verën e vitit 2014. Pra i bie rreth një vit e gjysmë. Një muaj ose një muaj e gjysmë më vonë, Spaku ka marrë në administrim, i kam dhe datat, bile me 15 korrik 2004 është regjistruar procedimi penal, nga Spaku, në basë si ka kaluar një odiset gjatë, dhe më thënë, 2024. Po, 2024. Pasi ka pritur për rreth 13 vjet, i bie më shumë 13 vjet e gjysmë në për këte odisej në gjykatave të prokurive të prokurisë Tiranës e me radhë. Dhe pasaj për shtator 2024 është marrë në administrim edhe një kaset e dorëzuar nga familjarët e të ndjerit Alex Nika, ku ka është një video kaset, ku ka përgjime, audio kaset. Mendoj se një vit e gjysmë është shumë për të mos dhënë përgjigje, megjithatë ne nuk mund të paragjykojmë dhe nuk mund të vëmë afate për një krim të tillë. Si do qoftë, dhe më thënë, dyshimet ose pakënaqësitë lidhen me faktin se ky është një krim i cili ka lindur i zbardhur. Nuk është një krim i sofistikuar, si më thënë, si në ato tregimet e Agatha Christie, që është një romanciere me romane policore. Ai ka lindur i zbardhur, ka ardhur duke u nxirr, po them kështu, për gjatë viteve. Historia e masakrës 21 janarit është shkruar nga kufomat. Duket si makabër kjo që po them unë, por kështu është e vërtetë. Historinë e saj e kanë shkruar kufomat në bulevard. Ju shikoni ku janë vrarë. Merrni, vendosni vendet ku është vrarë Ziver Veizi, ku është vrarë Myrtaj, ku është vrarë Hekuran Deda, ku është vrarë Alex Nika, ku janë plagosur disa tjerë, vendosin aty, lerin aty, përfiturohen se janë akoma aty, dhe në fakt akoma janë aty, sa kohë që nuk është bërë drejtësi për ta, dhe do të kuptoni që dhe janë vrarë, është vrasje tipike shtetërore, janë pushkatuar, nuk janë vrarë. Ata nuk janë asë në brenda perimetrit... Presh, të dalim më hapur pak të ky problem. Po. Ka 35 vjetë që Shqiprinë e drejton një njeri, i djathtë ose i majtë. Dhe
të gjithë duket si kur ne i bijem rreth e rotull, sigurisht që ky është një krim shtetëror. Ti je më i hapur, nga shumë të tjerë. Personalisht ti, sepse unë të kam pyetur, të kam pasur vazhdimisht studio, të kam dëgjuar vazhdimisht. Je më i hapur nga të tjerët. Por prapë, edhe ti, që je më i hapur, ende është ky rrotullimi. Kur diskutohet për hetimet e 20 janarit. Interesi është të kuptojmë dhe organet e ligjit duhet na thonë ne, a ka apo jo urdhrues. Se të del për shembull një i gardës ty me kryetari, komandanti i gardës së me sy të nxirr, del tjetri, del ky. Do me thënë, ka apo jo urdhrues? A ishte Sali Berisha urdhruesi i vrasjeve? Ka hetim për këtë? Pjesa tjetër e ngjarjes pak a shumë dihet. Të vrarët dihen, emrat dihen. Për shembull, dije unë shikoja në një nga televizionet që vinte doktori dhe thoshte armë të sofistikuara të vendosura këtu, të bëra në këtë mënyrë, të ndërtuar në këtë mënyrë e tjera. Pra, a është koha që edhe institucioni drejtësisë në këtë rast, i pari, pastaj se ne nuk do bëjmë ne, të themi ne byrau filaner, unë dhe ti. Ka njerëz që dalin e thonë, po, duhet drejtësia ta bëj këtë punë, zotëri. Patjetër. Si ishte, nuk duhet i bjet nga Kina tani. Këtu, për shumë gjëra, përgjithsisht ne i bjem nga Kina preç. Po, nga tani unë fillimisht bëra një konsiderat... Jo, nuk kam akuzë për ty. Kam një akuzë për të gjithë ne, edhe për veten time. Po, unë kam shkruar për këtë, kam shkruar qëtë nesmen e vrasjeve, kam shkruar një artikull me titullin Me vrasje politike, me paramendim dhe prapamendim, kam shkruar edhe një pjesë libri. Qartë. Dhe unë them që urdhri, ju pyetët a është dënur, pa dyshim që është dënur, se nuk ka kuptim tjetër në të qellohet kundër turmës në një moment kur demonstrata po shpërndahet, ajo është vetëm me urdhër politik për t'i vrarë, për të dhënë një mesazh politik, dhe mesazhi politik është që provojni përsëri, provojni edhe një herë dhe të bëhet mësim për gjithë që kush guxon të vije këtu, kjo e pret. Dhe ata u vranë kur po iknin preç. Kjo është. Pra, Spaku ka shumë për të hetuar këtu, sepse këtu është bërë sikur, domethënë e thamë edhe pak më parë, sikur ka sofistikim të madh. Ka disa element kjo ngjarje që janë vepra penale në dritë diellit, por nuk janë kualifikuar si tilla. Ato s'kanë nevojë për hetim. Unë nuk e kuptoj pse prokuroritët më pashme nuk i kanë kualifikuar si vepra penale. Për shembull, refuzimi i zbatimit të urdhrave të prokurorës përgjithshme për të hetuar është vepër e pastër penale. Refuzimi i ka dhënë kohë autorëve që të prishin skenën e krimit, është vepër e pastër penale. Prishja skenës krimit është verifikuar nga një hetim që ka bërë FBI-a, ku ka... Nga këmo jam okej, po ata kanë qenë në një presion shumë të madh presh. Mua më kujtohet, një kolegu im po dilni me ecje nga Likeni atë kohë. Kolegu im i njohur. Dhe më hodh në fyt mua, se i thash unë mirë bën që i arrestojnë këtë gardës, që të tregojnë çfarë kanë bërë. Dhe kush i tha? Je në vetë, i tha. Që s'ket turp, më tha mua, të arrestohet zinxhiri i gardës të. Si mund të ndalohet zinxhiri i gardës? Ato janë prallat që ka shpik Sali Berisha në atë kohë. Jo, ishe kolegu im që më tha mua. Mirë, dakord, po ato janë penguar nga Sali Berisha, e ka pranuar vetë, pra Sali Berisha, kryeministri i vendit, i cili ishte në kryeministrinë zyrën e tij në kohën kur ai ndodhet, Sali Berisha është ndodhur në vendin ku ka ndodhur vrasjet, se ka ndodhur për këtë shkak. Pra është i pranishëm aty, është komandanti, po them, nga pikpamja e postit që mban. Komandanti thua ti. Po kush mund të jetë mbi Sali Berishën aty në atë skenë ngjarje?